5 korrik ishte datë shënuar në kalendarin e ngjarjeve madhore për Angelusha Salihu. Ajo dhe mërgimi dhanë fund beqarisë dhe kanagjegji këngëtarës ishte thjesht magjike. Nusja shkëlqeu si ylli në mbrëmje e kuruar deri në detajin e fundit me një grim më të rënd tamam për një zonjë si Angel. Për dukjen e saj sigurisht që u përkujdes motra Njomza në studion e saj të bukurisë. Festo me ne për Angelushën ton ishte shkrimi që në hyrje e direkt na bëri për vete me ëmbëlsinë që e karakterizon këtë familje artistësh. Patjetër që nuk mungoj as nëna Nusës, këngëtarja e njohur Shyrete Beluli, e cila dukej për mrekullie fytyra i qeshte nga lumturia që po e marton vajzën. Erdhi momenti shumë pritur, Angie ishte vetëm në hyrjen e sallës madhështore, duke bërë siç e do rëndi hyrje në kanaxhegj. Motrat dhe kunata ju gjend pranë teksa për të kënduar ishte Ylka Kuqe më pas Shkurtë Gashi. Derisa atmosfera ishte në kulm, Angie ndëroi veshjen e vendosi që qefin t'ja plotësoj verës me veshjen e opojës. E po, këtu fjalët janë të tepërta. Pjesë e kësaj mbrëmje kaq unike ishin edhe shumë personalitete dhe personazhe të njohura. Në dasmat shqiptare, tavolinat nuk janë thjesht vende ku njerëzit ulen për të ngrënë, por pjesë e rëndësishme e festës dhe mikpritjes. Në këtë hapësirë të temës së javës në Zoom po ju sjellim disa foto familjare të zonjave. E pra, siç mund të shihni, secila më e bukur se tjetra. Angie vendosi që mos të pushoj nga këndimi as në ditën e saj më të lumtur, po ajo e mori mikrofonin e filloi të këndoj. Mund të themi lirisht që e kalli atyën, po dhe veshjet i pati për marak. Befasia që lirisht mund të themi ishte si qërshia mbitorët është padyshim. Hijet kanë fustana që erdhi premier nga Nën e Bi, pikërisht në natën e kanaxhegjit të Angel-t. Zumi dëshiron shëndet e mbarës i Angel-t, e mos harro të presim shumë shpejt me lajmin e madh, të jesh në pritje të ëmbël.